gjatë tyre ditëve e kemi parë të arsyeshme që të ndajmë me njerëzit dhe përmes këtyre takimeve të ndajmë me publikun e gjerë për të paktën gjithë ata që na ndjekin disa fakte, disa shifra, disa dhëna që janë pasqyrë transformimit të këtyre viteve, por që përndryshe nuk ke ku i shikon dhe nuk ke ku i gjen në pasqyrat tona mediatike. Dhe ky është një problem i madh për ne, për shoqërinë tonë, për vendin tonë, që shumë çka që ka të bëjë me zhvillimin, që ka të bëjë me transformimin, që ka të bëjë me përmirësimet e vazhdueshme të vendit, nuk gjen pasqyrim në ato kanale, në ato portale për të cilave njerëzit informohen. Gjithsesi, dhe prandaj nuk është fare çudi pastaj kur ndodh siç po ndodh këto javët e fundit, kur siç e keni parë mbase, të gjitha sondazhet na japin fitues me një avantazh të madh me të tjerët. Shumica e shqiptarëve besojnë tek ne, shumica e shqiptarëve besojnë se vendi është në drejtimin e dur, shumica e shqiptarëve besojnë se në 2 vitet e ardhshme përmirësimi do të vazhdojë dhe ekonomia e tyre do të jetë më mirë. Dhe çfarë ndodh? Ata që janë për studio dhe që komentojnë e kanë të pamundur që t'i pranojnë këto fakte thjeshta të perceptimit të opinionit publik, edhe në të kundërt fillojnë dhe fajsojnë popullin, duke u shprehur në mënyrë të drejtë për drejtë që nëse shumica e popullit mendon kështu, atëherë populli është i smur, atëherë populli është i çmendur, atëherë populli është i bler, atëherë populli është i shitur, atëherë populli është i trembur, por mazalla se ndalen për një moment të marrin frymë edhe të mendojnë se mos ndoshta janë ata që gabojnë dhe jo populli, se mos ndoshta janë ata që jetojnë në një pik të shkëputur nga realiteti dhe janë ata që kanë krijuar në mënyrë të vazhdueshme një ide dhe një imazh tek i cili besojnë po vetë, në ndërkohë që Shqipëria pa diskutim që ka probleme, pa diskutim që ka tema të rëndësishme ekonomike, sociale, për të trajtuar edhe për të adresuar, por është një vend krejt tjetër nga ai që ekspozohet edhe komentohet nëpër kanalet ku